kush është armiku jonë? Kush është ai që duhet ta luftojmë në vazhdimsi pa kompromis? Kush është ai që e sjell çdo sherr në mesin ton? Kush është ai? Kush është ai që nuk po na lë rahat me zvete, nuk po na lë rahat me begatit, nuk po na lë rahat me Zotin ton? Kush është ai? Cili është ai armik që duhet luftuar pa kompromis? Nuk ka paqe me te, nuk ka marrëveshje. Cili është ai armik? Shejtani mallkuar. Si përgjigje po e dim, por a është jeta jonë e organizuar në frymën e kësaj betejë për ta luftuar shejtanin çdo cep, në çdo çast, në çdo moment, në çdo lëvizje? Kjo është pastaj tjetër pyetje. Dhe ka përgjigje vetë që e dim se si penejot. Na shpesh e harrojmë kush është shejtani. Madje të ndëruar pranishëm vëllezër dhe motra, ende më e keqe është se komplet betejë jonë me shejtanin, komplet, jo rrëdher është e përkufizuar në magji, në sihr, në mësysh e kështu me radhë. Dhe tentojmë se me një rukje përfundon çdo problem me shejtanin. Jo, betejë është shumë më e thellë, shumë më e gjatë, shumë më komplekse, shumë më serioze. Nuk do të thotë që të prekësh nga mësyshi apo nga sihri e tash ti je në betejë. Jo, kjo është shumë periferike në raport me shumë betejë tjera ku shejtani synon diçka shumë më të shtrejt se shëndetin dhe rahatin tonë. Prandaj, nga cili pozicion e luftojmë në vazhdimsi shejtanin? Nga cili pozicion e godasim më së miri? Nga pozicioni i namazit. Andaj nga funksionet e namazit është që të na mban aktiv në vazhdimsi në betejën tonë me armikun, që të dim se kush është armiku, kush të pengon me u konsum namaz, kush të sjell ngarkesa namaz, kush e bën atë përpjekjen për zhvendosje të vëmendjes namaz, kush? Shejtani.